IP Petrol në bashkëpunim me Yahyaga Foundation shkruan sot dhënien e fondeve për organizatën Jeta Vita për të mbështetur të prekurit nga kanceri i gjirit. E lumtur për këtë marrëveshje u shpreh presidenti Atifete Yahyaga. Kjo iniciativë ka filluar rreth 2 muaj më herët për të shënuar muajin roz. Iniciativë e cila ka pasur për qëllim që të mbledhë fonde me qëllim që të adresojnë çështjen e kancerit të gjirit apo të karcinomës së gjirit. Një iniciativë kjo që ka filluar pikërisht nga vullneti i mirë nga ana e IP Petrol, e cila është qasur para rreth 2 muajsh Fondacionit Yahyaga. Pastaj në bashkëpunim edhe me Jeta Vita me zonën Afie, ne kemi marrë të gjitha masat e nevojshme së bashku me ekipin e Fondacionit Yahyaga dhe janë mbledhur rreth 20.000 euro në qoftë se zgaboj, dhe këto fonde do të shkojnë direkt tek fondacione apo organizata Jeta Vita, që do të dedikohet të gjithë atyre të prekurave dhe të prekurve me kancerin e gjirit, por jo vetëm, dhe dua të thelbësoj se kjo traditë do të vazhdojë edhe viteve me radhë, sepse kjo marrëveshje që nënshkrua sot nuk është vetëm marrëveshje për këto fonde që janë mbledhur për këto 1 muaj e gjysmë, por kjo marrëveshje do të vazhdojë edhe viteve me radhë, dhe në takime herët me Visarin dhe Bujarin diskutuam që jo vetëm nga ana e IP Petrol, por edhe nga ana e Shell që është pjesë e IP Petrol, do të vazhdojë si iniciativë edhe viteve me radhë. Kështu që këtyre javave në fillim së bashku me Jeta Vita me zonën Afie, ne do të shohim dhe të konsultohemi edhe me qendrat e mjekësisë familjare se ku mund të dedikohen këto fonde dhe ku është më e nevojshme aty që do të gjeni vendin më të duhur për shpëtimin e jetës për të gjithë ata dhe ato që janë të prekur nga sëmundja e kancerit. Dua t'ju falenderoj juve mediave që jo vetëm që keni përcjell muajin roz, por keni luajtur një rol të rëndësishëm në ngritjen e vetëdijësimit për luftën kundër kancerit të gjirit, por jo vetëm kancerit të gjirit, por të gjitha formave të kancerit në përgjithësi. Edhe nga IP Petrol thanë se aktivitetet e tilla janë të mirëpritura nga kompania. Na si kompani, kjo iniciativë në fakt nuk është e vetmja që e kemi filluar, është një ndër iniciativat, por për këtë vit mendoj që vërtetë mund të themi është një prej iniciativave më domethënëse dhe me kuptim plotë. Siç e thënë edhe presidenti, kjo nuk do të jetë vetëm një kampanjë që do të bëhet vetëm këtë vit. Plani është të kemi një kampanjë që do bëhet çdo vit në masa më të mëdha. Dhe çka mund të them lirisht është që kjo kampanjë ka një domethënie jashtëzakonisht madhe për ne si kompani, por edhe si shoqëri. Por më e mirë është që për gjatë këtij aktiviteti njëmujor, reagimi që kemi marrë nga klientët ka qenë jashtëzakonshëm dhe shumë pozitiv. Dhe ka pas një shtrirje jashtëzakonisht të mirë, që është një motiv shtesë për ne që me vazhdu iniciativat e tilla, të cilat kanë një impakt në shoqëri të cilën edhe ne jemi pjesë e saj. Fatkeqësisht ose fatmirësisht, këto sëmundje edhe vdekja nuk janë përjashtim as për udhëheqës të kompanive, as për lider, kështu që është mirë që edhe ne sa të pak të mundohemi të reflektojmë dhe të kontribuojmë këto kauza. Edhe njerë nështë kisha ndalë të falenderimi edhe bashkëpunëtorët tonë, ishtë presidenti Yahyaga dhe zonën Afie, për bashkëpunimin tonë që ka qenë një bashkëpunim jashtëzakonisht i mirë dhe që e kemi arrit këtë kampanjë me realizu me sukses. Po, jo me pak e rëndësishme që fondet që ne i kemi grumbullu kanë me shku te njerëzit të cilët me kanë nevojë dhe realizohet një cikël i kësaj kampanje që është, domethënë, kuptim plot dhe shkon të njerëz të cilët e përmirëson mirëqenien dhe i prek njerëz të cilët me kanë nevojë. Ndërsa përfituesja e këtij projekti nga organizata Jeta Vita tregoi për rëndësinë që kanë fondet e tilla. Si përfituese e këtij donacioni dhe përfituese e kretë ndihmës që e jepni ju spari zonja presidente Atifete Yahyaga, që është mbështetëse jona për vite me radhë. I thotë që nga zgjedhja e saj si presidente
ka qenë mbështetëse e jona, drejtoreshës e Gzona, IP Petrollit, Bisarit dhe Zotni Bujarit, zonjës Kristale, faleminderit shumë për ndihmën që skvari për idenë, për informimin edhe për ndihmën që po e bani për popullatën tonë. Në këtë mënyrë, ju përveç donacionit të ndihmës që ja u bëni pacientëve, ju me çdo litër të naftës atë benzinit e informoni klientin që po bani për këtë kategori të njerëzve. Një falënderim i jashtëzakonshëm është për mediat që na mbështesin çdo herë për 20 vite me radhë prej themelimit të Qendrës Kosovare për luftimin e kancerit gjirit Jeta Vita. Ne jemi mundu me bë aktivitete të ndryshme, çdo gjë që e kemi patë arsyeshme edhe si përvojat në botën e jashtme, por të mos ishit ju media me përçu mesazhin tonë në çdo shtëpi, në çdo familje. Te çdo grup, me siguri nuk do të arrijë një rezultat aq i madh. Jeni dëshmitar që si vjet edhe viteve të kalume gjithnjë më shumë kompani, shkolla, kolegje, madje edhe shkolla fillore e qerrë e bojnë një manifestim solidariteti me këtë kategori të grave të atakuara nga kanceri i gjirit. Mund t'ju them se ky numër po rritet çdo vjet, si vjet do të jetë diku rreth 450 raste të reja, dhe kemi një numër shumë të madh të grave që mbijetojnë për vite. Ne mendojmë që me donacionin spari të ndikojmë në diagnostikimin e hershëm, të ndikojmë në blerje të aparaturës së nevojshme për diagnostikim, sepse vetëm diagnostikimi i hershëm, zbulimi i hershëm i sëmundjes është mbijetesë, është jetë më cilësore me më pak shpenzime dhe për familjen dhe shoqërinë është një emërime shumë e madhe. Mund t'ju them se prej kohës kur unë jam ataku me kancer gjirit në vitin 2004, ka ndryshu situata për jashtëzakonisht shumë në aspektin më pozitiv, mund të them, sepse është themelu klinika onkologjisë, e kemi klinikën e kirurgjisë torakale, radiologjisë, gjithë zinxhiri i nevojave për pacient, prej diagnostikimi deri te trajtimi përfundimtar është në Kosovë dhe pacientët tanë tash nuk ka nevojë të bredhin nëpër vende të ndryshme të regionit e më larg për të gjetë shërim. Natyrisht ka ende shumë nevoja, si për staf, për aparatur, për shërbime, për barna, sidomos për mbushmërinë e barna, e aq më tepër e kemi mungesën e një qendre për kujdes paliativ, e cila përkundër përpjekjeve shumë të mëdha që i bëm edhe bashkë me presidentin Jahjaga, edhe me institucione tjera, nuk po arrim me realizu, por i me shpresë që do të bëhet diçka nga gjitha premtimet e përgjithshme institucional, atyre që bëjnë politikë